kemi ardhur në hapësirën e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës për të parë se të shtrirët në këtë spital pra a kanë votuar me ekipet mobile të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Republikës Kosovës na kanë treguar që me kohë Komisioni Qendror Zgjedhor i ka kërkuar listat e pacientëve dhe doktorëve, të cilët pra mjekëve, të cilët janë në punë për të ardhur dhe për të votuar, por ende nuk e kanë ditur nëse të njëjtit kanë ardhur herët në mëngjes dhe e kanë kryer këtë proces. Unë bashkë me burimin i pyetëm disa qytetarë këto, të cilët pra edhe kanë familjarë edhe vetë janë të shtruar, ata po hezitojnë të flasin para kamerës, mirë po një zonjë që është në klinikën e kardiologjisë më tregoi që kanë ardhur ekipet mobile të Komisionit Qendror Zgjedhor, por ajo nuk ka figuruar në listën përkatëse, pra kur duhet të votojnë. Ata i kanë thënë që një ekip tjetër mobile do të vijë edhe gjatë ditës, pra më vonë, pas disa orëve, por deri në këtë periudhë sa po flasim, ajo tha që nuk ka ardhur askush, por që kanë qenë ekipet mobile të Komisionit Qendror Zgjedhor në QKUK, ato kanë qenë herët në mëngjes. Gjithashtu fola edhe me disa familjarë, të cilët i kanë familjarët e tyre të shtrirë në QKUK. Njëra nga to më tha që kur isha tash për vizitë, familjarja më tha që nuk kanë votuar, pra si duket ekipet mobile nuk kanë arritur në të gjithë klinikat ende për t'i marrë pra votat edhe të personave të cilët janë keq me shëndet dhe aktualisht po trajtohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por listat janë kërkuar nga KQZ-ja dhe pra pritet që ky proces të bëhet edhe në të gjithë klinikat e QKUK-s, por do ta shohim me kohë nëse ndonjëri prej këtyre pacientëve ose ndonjëri prej familjarëve po pranon të flasë para kamerës se kur më saktësisht ju kanë thënë se do të votojnë këta që kanë mbetur pa votuar dhe nëse edhe ndonjëri ka votuar se si ka shkuar procesi i votimit, kush kanë qenë vëzhguesit, a ka pasur vëzhgues vetëm nga Komisioni Qendror Zgjedhor apo ka pasur edhe nga partitë politike. Do ta mësojmë pikërisht sa jemi në hapësirat e QKUK-s, duke marrë parasysh që nuk lejohet hyrja me kamera brenda hapësirave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për shkak të ndjeshmërisë, pra dhe për shkak të kushteve se nuk dihet se në cilat klinika saktësisht janë të shtrirë dhe nuk dihet se si është gjendja e tyre aktuale shtrirë në për klinika në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Po isha disa prej qytetarëve afër. Zotëri, jemi drejt për drejt, a mundem me të pyet nëse keni familjarë, a kanë votuar, kanë ardhur ekipet? Duket se nuk e din ky qytetar, pra se ndonjëri prej familjarëve të tij a ka votuar ose a ka pasur ndonjë ekip mobil të Komisioni Qendror Zgjedhor, i cili ka ardhur për të votuar, po shoh një zonjë këtu nëse pranon të na deklarohet. Zonja, kisha mundem me të pyet diçka. Sot është ditë pra e votimit, ditë e zgjedhjeve. A jeni si familjare këtu apo paciente? Jo, paciente. A kanë ardhur ekipet e Komisionit Qendror Zgjedhor për të votuar, jo? Jo, se di, halo, se unë dola me ble diçka. Po, sa keni qenë brenda? Jo, ne erdha me për vizitu këtë. Në cilën Burrin e klinikë? kam, në klinikën kirurgji, Atë veskular. ka thonë burri që kanë ardhur ekipet Jo, mobile? s'ka nuk ka thonë, halo, treguar. në është A keni qenë gjatë tërkohës në asistencë Jo, me ta? qëtash e erdha, dhe Qëtash dje keni më kanë, ardhur, po. se... Në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit për ju. E pam një zonjë pra e cila ka ardhur si familjare dhe thasë që nuk e di nëse bashkëshorti i saj që është në klinik ka votuar. Më falni, a mundem ju pyet diçka? Jemi drejt për drejt. Sot është ditë zgjedhjeve. Jeni familjar këtu? Keni familjar? Familjar, po. A më tregoni a kanë ardhur ekipet mobile të Komisionit Qendror Zgjedhor për të votuar familjari juaj? Në cilën klinikë është? Është klinika neurologjisë. A kanë ardhur? A ju ka treguar? Ja, s'kan treguar që më. Se- Ka smut shumë, s'ka pas. Ah, okej. Se na kanë tregu që QKUK-ja që i kanë marrë listat me emrat për votuar. S'ka pas, ajo është në gjendje të rëndë, është smut tani, s'ka pas. Në rregull, ju a keni votuar, a keni shfrytzuar këtë Ne drejt? kena vetë sa ai ka. Shumë mirë, faleminderit. Kalofshi mirë, tënë. Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Po e shohim edhe një qytetar tjetër i cili tha që nuk është kryer ndoshta pra votimi i familjarit të tij për shkak gjendjes së rëndë të tij shëndetësore, të cilën është në Qendrën Klinike Universitare. I patëm fjolla dy prej familjarëve pra dhe nëse nuk keni pyetje po kaloj linjën.